Për shembull nuk muj me thonë një trener i dot. Nuk guxoj, nuk ma lejon etika punës, nuk ma lejon kodi i profesionit. Edhe profesionizmi nuk guxon me kesh trener tjerë. Domethënë te na që s'është të ndonë në Kosovë, se marrin shembull ti vjen me ushtru me mu, edhe unë ty të veste, kush ke ushtru ti te filani? Den, ti pas ka ushtru gabim, nuk ka gabim. Ushtrim, gabim nuk ka, po ka teknik tjetër, bravo. Ka një fushë të madhe. Dash domethënë si cili trener i fitnessit, qoftë sportit, çfarë dush sporti, e kanë teknikën e vet. Na duhet më konë vedisum që nuk guxohemi me kesh një profesion, e sidomos një kolegë tonin, pa marrë parasysh. Puna tëna e tregon rezultatet tëna. Kështu që teknika dallojnë shumë, ka teknika anëvare. Tash për shembull shumica i lojnë kardio të fund, unë kanë i lojnë fillim, varësi prej personit. Ka persona që kanë qenë ushtruar me pesha shumë të rënda. E kardio në fund ose në fillim? Jo. Çka do me thonë? Unë gjithë në fund e la se menoj që ashtu edhe më ka thonë që ashtu që hupi pesh. Do pesh. Qëre tash dallohen janë 4 lloje trupit. Pe tregoj me qa për në gjojnë edhe ti e din të cili grupi. Është për shembull, një është forma e mollës, ku është molla që është komplet njëjtë. Është forma e dardhës, që është gjys e ngushtë, tani që është më e gjonë fund. Është forma e cilindrit që bjen zalli, ajo që e matë kohën. Është për shembull gjonë, ngushtë, beli dhe gjonë poshtë. Edhe është forma e gotës. Gota e ka një farë forme çështë, domethënë krahorës i gjonë, fund është i ngushtë. Tash kjo është edhe me shkencë studiume, po edhe në mjekësi. Edhe në libra, çdo person që e ka lexuar një libër të fitnessit, janë 4 lloj trupa. Tash mbas që të me forma, ti duhesh me bëu treningin e çati klientit. Për shembull, nëse ti e ke formën, pe marr me shembull para prak, atë kubit zallit, je mirë, domethënë ajo është forma më e mirë, gjan, beli ngushtë edhe poshtë gjan. Tash mbas asaj bën çdo trening.